Që për 1 tetorit, në arsimin profesional është hapur shërbimi për transferimin e studimeve, duke u dhënë mundësinë të gjithë nxënësve që ndjekin gjimnazin të kalojnë drejt drejtimeve profesionale. Çdo nxënës që është regjistruar në gjimnaz në klasë të 10 ka mundësinë përmes aplikimit online të transferojë studime deri në fund vitit në një shkollë të arsimit profesional. Ky është një proces shumë i thjeshtuar, i cili është digitalizuar vitet e fundit, dhe kjo bën mundësimin e kalimit të nxënësve nga një sistem në tjetrin. Sipas të dhënave, vitet e fundit është vënë re një rritje ndjeshme e interesit për arsimin profesional, sidomos në drejtime si hoteleri, turizëm, elektronik dhe termohidraulik, ndërsa për profilet prioritare nuk mungojnë as bursat. Ka pasur një rritje të interesit të nxënësve, arsimi profesional i mbështet nxënësit dhe me bursa për drejtime prioritare, po ashtu dhe për ata nxënës që kanë rezultate të larta akademike dhe një risi e veçantë që aplikohet në arsimin profesional dhe mbështetja ndaj vajzave, ku çdo vajzë në arsimin profesional merr 50% të bursës mbështetjes. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën thirrje për të gjithë nxënësit që të rishikojnë vendimin e tyre për shkollimin, duke përfituar nga mundësia e transferimit të studimeve. Ky proces mbetet i hapur deri në fund të vitit shkollor.